Shkolla jo publike e Perla ka organizuar një aktivitet festiv në kuadër të festave të fundvitit. Elementet artistik të larmishëm e bën edhe më të bukur festën, ashtu si kundër zerat e mrekullueshëm të fëmijëve të vegjël dhe nxënësve të shkollës 9-vjeçare. Aktiviteti është ndjekur nga prindër dhe nxënës, mes tyre dhe nga presidenti i shkollës jo publike Perla, Petrit Golemaj, si dhe drejtues të këtij institucioni arsimor. Gjithçka nisi me shpërndarjen e disa certifikatave vlerësuese për pjesëmarrjen në aktivitete dhe konkurse të ndryshme dhe përfaqësimit dinjitoz të shkollës Perla. Një vit po largohet nga dalë si një faqe që mbyllet me kujtime. Një tjetër po vjen i qetë dhe i ngritur, duke na ftuar të festojnë sërish. Dhe sot janë fëmijët ata që na mësojnë si festohet shpesa, si gëzohen zëmrat. Mirë se erdhët në festën e vitit të ri. Ndarja e certifikatave nuk është vetëm një shpërblim simbolik, por një vlerësim për punën, projektin dhe pasionin që kanë treguar dhe investuar të gjithë të vazhdojnë të shprehin vetëm përmes dhe krimtarisë. Certifikata e parë i jepet Luna Harizaj. Tjetër Fjorkensa Golemaj. Emocione kanë shprehur nxënës dhe prindër të tyre për këtë aktivitet, ndërsa kanë vlerësuar shkollën Perla si një institucion model dhe që gjithmonë ka qenë në paralojë të rezultateve të larta. Shumë i bukur. Vlerësove dhe me certifikat. Më pëlqen shumë të pikturoj dhe kjo certifikata më pëlqen shumë. Janë gjëra të bukura, ju shikojnë fëmijët tanë, kujtojnë dhe kur ishim dhe ne të vegjël si ata. Kënaqemi dhe ata. Shumë i bukur. Po kënaqemi shumë. I bukur. Sa klasë je? Klasë e dytë. Vlerësove me certifikat. Po. Të pëlqen, çfarë pëlqen më shumë, çfarë lëndë të pëlqen? Matematika. Mirë tu të shkolla Perla? Po. Çfarë të pëlqen më tepër? Dhe një herë se Te shkolla Perla, çfarë të pëlqen më shumë? palestra, se bëjmë shumë koncerte. Pa. Si po ndihesh? Pa. Faleminderit. Klasë e parë. Faleminderit. Si çdo fund vit, edhe si vjet, se cila klasë ka bërë diçka të bukur, thjesht, por e rëndësishme është të festojmë gjithë bashkë. Dhe kjo po realizohet bukur, mendojmë. Gëzuar vitin e ri, po, është goxha se cila mësuese ka zgjedhë gjëra pikante, jo të mërzitshme, edhe për vetë festin që është bukur. Kështu që ju urojmë edhe juve gëzuar vitin e ri. Punë të mbara në vazhdim. Presidenti i shkollës jo publike Perla, Petrit Golemaj, thekson se aktiviteti i fundvitit është kthyer në një traditë të bukur për shkollën Perla. Ky aktivitet ka bërë bashkë nxënës shqiptar, por edhe italian, rus, bielorus dhe ukrainas, të cilët studiojnë në këtë shkollë, që tashmë është afirmuar edhe ndërkombëtarisht, pasi në këto 26 vite jetë, Perla ka dëshmuar siguri. Ju uroj gjithë qytetarëve vlonjat dhe gjithë shqiptarëve gëzuar festat e Krishtlindjes dhe festat e vitit të ri. Ta kalojnë gëzuar sa më mirë dhe tjetë vit më i mbar, vitin tjetër që të vinë 2026. Neve e kemi tradit këtë punë dhe kemi parasysh që tash kemi hyrë dhe me klasën e 9 që e plotësuar me nxënësit tanë. Dhe mendojmë që gjithmonë të bëjmë gjëra më të mira për qytetin dhe për voglushët që janë në klasë parë, 2, 3 e në radhë. Sot është një nga koncertet shumë të mira që po përgatisim, ku aty ka edhe të uoj, ka rus, ka bielorus, ka ukrainas, ka dhe italian. Dhe po qikojmë dal nga dalë në qytetin tonë dhe në shkollën tonë, po futen edhe kombet tjera. Për arsye se ka një siguri maksimale në këto 26 vjetë. Dhe si pasoj që ne jemi të kënaqur me ta, edhe me fëmijët e tjerë qytetarëve, dhe urojmë atyre rrugë të mbarë për këtë vit të shkollor që të vi, 2026-2027, dhe ta mbyllim me sukses këtë vit. Po, ne jemi të kënaqur në këtë vit dhe besoj se do të jemi më mirë vitin tjetër, dhe me numrin e nxënësve, dhe me disiplinën, dhe para ju tregova
para 2-3 minutash që neve tashti mbaruam gjithë shkolla, mbaroi provimet e vitit të semestrit parë, dhe të gjitha klasat kanë qenë provim palestër. Dhe mbas kësaj për rreth gjysmë ore, 1 orë, kemi përgatitur shfaqjen që e shikoni dhe ju. Unë jam i kënaqur me mësuesët dhe me mësuesët që u morën me këtë aktivitet. Pamë edhe disa certifikate. Po, ato certifikata ishin vlerësimi dikush për pikturën, dikush për recitimin që do të jenë aty, dikush për këngën, dikush për vallët e gjitha me radhë. I larmishëm ishte aktiviteti me programin artistik, të përgatitur me përkushtim nga mësueset dhe nxënësit e kësaj shkolle. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime, jingle bell cry. Dancing and prancing, jingle bell square. Shkolla Perla mbyll kështu vitin kalendarik 2025 me një aktivitet të larmishëm, i cili solli një atmosferë të bukur dhe të këndshme festive. Për të nisur më pas vitin 2026 me të tjera arritje objektiva në vazhdim të vitit arsimor 2025-2026 e për të korrur të tjera suksese.